sa të kanë lëndu këto para gjykimet? Se nuk është e lehtë me u përballë me gjykimin publik. Edhe sa të kanë lëndu fjallë, cila ka qenë të shajnë ndonjë fjallë që edhe së dëmban bend, që ta ka thonë dikush edhe që ti e prik? Fjalla që mas shumë tim ka prik, si e re, ma pak e vetëdijshme, ka qenë shko në Arabi. S'ka studim, s'ka shkollë për ty. Do me thonë, e prapambetur. Gjithmonë muslimanët i kanë pasi të prapambetur. Mirë po, nga ana tjetër unë gjyshen time, së gjyshen ka punu në filigran. Edhe ajo ka qenë artiste. Kanë punu ato punimet e dorës në Prizren filigran. Edhe ajo më thotë shte që në 1954, në kohën e komunizmit, mrenda një dite mëse 80 gra me shamia që kanë qenë njën përjashtu prej punës, ose është desh ta hekin bulesen. Dhe ajo më ka frymëzu në një farë mënyre që ti gjithmonë duhet me qenë vetja, edhe më ka frymëzu verseti kuranor të surës Huxhurat, verseti 12, thot, mos paragjykoni, sepse shumica e paragjykimeve është mëkat. Kur e kam lexu këto, unë e kam pa që njerëzit që më paragjykojnë mua, është turp, është mëkat për ata, e jo unë si e paragjykuar. Do me thonë, kjo ka qenë ato ofendimet më të mëdhaja e prapambetur, mande kam qenë dyqysh edhe si ma vonë, kam qenë edhe e refuzuar nga shoqëria në momentin kur e kam vendos shamin, momentin kur kam dasht me bo një vepër ma ndryshe, jo ti nuk bon, jo edhe ai radikalizmi, se jo feja që na ka ndalu, po edhe ajo edukimi radikal ka arrit. Kështu që i kam thënë vetës Iqbal, nuk është me rëndësi çka të tjerët mendojnë për ty. Por është me rëndësi, masi Zoti po thotë mos paragjykoni se është mëkat, atëherë ti mos e paragjyko dhe ti është me rëndësi çka unë mendoj për erën, jo era çka mendon për mua. Edhe kur nuk e kam këshyr veten me përshtat me rrethin nga aspekti jashtëm, ideologjive të ndryshme, përfitimeve të ndryshme momentale, edhe me humbë paqen e mbrendshme. Po gjithmonë e kam ushqy që paqja ime e mbrendshme me qenë, na thojmë, razi me ato që më ka kriju. A me njerëzit që nuk përshtatën, kam thënë po ja la Zotit, se ka me ardhur dita që ata ndoshta kanë me më kuptu. Prandaj edhe ju në fillim thatë që keni dhënë shumë deklarata. Deklaratat e mia vërtet, ndoshta për këtë etapë nuk janë të përshtatshme, për këtë kohë, për dikë, jo për të gjithë. Nuk janë të përshtatshme, po unë kam thonë që ato çka e flas, fjala ime e ka qëndrimin e vetë dhe unë do të rri para asaj fjale deri në vdekje. Por nëse e kuptoj një kohë që kam gabu, hiç nuk më vjen keq me thonë, më falni se atëherë kam mendu kështu, por sot mendoj ma ndryshe. Sepse ne jemi krijesa relative, emocionale, ndryshojmë sipas rrethanave, sipas asaj se si jemi edukuar në familje, si na ka stigmatizuar shoqëria për ato pse dukem ndryshe, se mendojmë ndryshe, ndërka që ajo ndryshe është begati, është bereqet. Se për shembull, këtë telefon me miliona fabrika krijon. Po era, Zoti nuk ka kriju me miliona Iqballe apo era, po ka kriju me mija, miliona, biliona krijesa krejt ndryshe. Dhe kështu e kam kuptu që njerëzit duhet mi kuptu ashtu si janë, sepse unë të ti era e shoh pasqyren. Ti për mu je pasqyre. Tash, nëse shoh disa vese të këqija të këti, të jo të mira, unë çka bojnë pasqyren time? E përmisoj veten. Por që se shoh të era një qëndrim shumë të bukur, si që edhe e keni, femror, edhe unë tham, wow, po nuk të xhelozoj, se xhelozia krijon miq, edhe krijon armiq. Po unë tham, era, si po mund bre kështu me vepru, si po mund me majt këtë qëndrim, në këtë mënyre. Pra, kur ta shikojmë na njerin si pasqyre, njëri tjetrit, atëherë kemi me jetu shumë të lumtur.